janë do persona që bëhen nervoz para iftarit. A ke ndonjë mesazh për ta? Ata që bëhen nervoz, i tham edhe i lutë Zotin Dhul Xhelal për ta që Allahu t'ja largon nervozën. Pikërisht unë mendoj që ka ardhur koha, tash ne do të dalim në një klasë tjetër, jo gjithmonë të rrim në klasën e parë. Si shoqëri, po them, si tansi, na duhet të ngritemi. Për këtë arsye jemi në kohë paqe, në kohë qetësie, në kohë rehabilitimi, në kohë mirësive dhe begative të panumërta që i posedon populli shqiptar. Do të vijë koha, ne jemi duke insistuar dhe targetimi joni të gjithëve është që çka bëu me këta njerëz kaq të qetë. Ka Ramazan. Për shkak se Muhamedi alayhi salatu selam na ka dhënë një udhëzim edukativ, udhëzim praktik, faktik. Kur dikush të provokon, të shon, të nënçmon, të nënvlerëson, edhe të poshtron, ti e ke obligim fetarisht, duke qenë agjerueshëm edhe me sjelljen tonë, me pas sjelljen agjerueshme. Jo vetëm ushqimi, abstenim dhe pija dhe kënaqësitë legjitime, por edhe sjellja jonë duhet më konë e agjerueshme. Qysh më konë sjellja jonë e agjerueshme? Më shon dikush, më nënçmon dikush, më ofendon dikush, më linçon dikush, thuaja, unë jam agjerueshëm. Edhe ati ja rikujton, por atë njëjtën kohë veten e ki në kontroll. Sikur do me thonë, nashta edhe unë ty kisha ditë me të rezistu, ose tu kisha ballafaqu këtë tension me atë çka ti e kishe meritu, mirë po unë tensionin me paqe po du me ballafaqu. Sepse kush ma motivon, kush ma nxit mu këtë paqe që tensionin tem ta ballafaqoj me paqe, me dashuri, është agjerimi. Se unë agjeroj me men, unë nuk agjeroj veç me bark, po unë agjeroj me men. E këto Zoti e kërkon, na me agjeru me mendje. Para se me agjeru me bark, me agjeru me zemër, me agjeru me shpirt, me agjeru me intelekt, edhe intelekti ju me konë agjerushëm. Edhe ju veç barku ju në agjerushëm, edhe syni ju me konë agjerushëm, edhe veshi ju me konë agjerushëm, edhe mundësit e tona me konë agjerushëm. Edhe të, për shembull plot njerëz, ata vlojnë për shkak ngacmimeve të caktuara, e kena mundësinë tash ta vënojmë menaxhim nervozën tonë, ta vënojmë kontroll xhelozin tonë, ta vënojmë në kontroll fjalët tona. Kur njeriu flet pa kontroll, kur nervozohet, e është mundësi e artë që nervozën ta vënojmë në kontroll. Që aty na nuk kemi thonë kur njerë që s'bëm më nervozu. Po na kena thonë nervozohu me karar. Sikur se populli shqiptar që thot gjella me krip e kripa me karar. Ne duhet të nervozohemi me karar, e që kjo mesataria, që kjo kontrolla, që kjo menaxhimi, kush e motivon, kush e nxit, kush e udhëzon, kush e drejton, agjerimi jon. Prandaj para iftarit duhet jemi njerëzit më bujarë, më të afërt, më rahmetëgjit, më të për ulurit para Allahut, më të përgjeruarit, madje gjithë ky agjerim duhet fokusohet për ata 3 minuta para iftare, ose 5, që të ulemi bashkë me familjet tona, të ulemi bashkë me miqtë e shokët e njerëzit tanë, pavarësisht çfarë lidhje biologjike kemi me ta, të ulemi edhe të ngritum lart durët tona ka qielli, edhe të kërkojmë ndihmën e Zotit, që të na i pastron shpirtat tanë, që të na i qetëson zemrat tona, që të na i mbush me iman zemrat tona, që të na i kthjell mendjet tona të trubulluara, që të na bën të qartë vizionin ton drejt kënaqësisë së Tij. Zoti po na thret, Zoti po na josh, Zoti po na lehtëson, edhe ta falenderojmë Allahun që na dha shëndet, e mirësi, e begati, që e përfundum ditën e kësaj dite me iftarin e kësaj dite, tu e lut Zotin edhe duke hyrë në një pastërti të bukur, me falje të mëkateve, asgjëshime të lëshimeve tona, edhe një çka shumë e rëndësishme thon këtu, mundësia e artë është se jemi duke hyrë në pjesën e fundit të Ramazanit, 10 që në fundit, që është mundësia e artë nota e Kadrit, që do të na shlyhen mëkatet. Jo vetëm na u fal, na u falën edhe jashtë Ramazanit. Zoti është i njëjti Allah, ti kof shumë fal. Por tash jemi në panair mundësive të arta me pak me fitu shumë. Me një lodhje me fitu diçka të jetë energji të mëdha, me një angazhim, me një sakrificë, me arrit mi targetu caqet më të bukura të mundshme të cilat ne ka dhuru Zoti. E kjo është me na i shly, me pas të atë tefterin, atë
fletorin e regjistrit të veprave, të pastër, sikur atë që nuk e ke bën hiç. Atë vepër pa dallim çfarë vepre, por ajo që është e keqe dhe është e mangët. Ka persona që gjatë muajit Ramazanit janë të agjëru edhe thonë për gjithë të cilin gabim që e bojnë që thonë hajt fal mase jam në Ramazan. Gabova se jam në Ramazan. Çka mendon për këtë? Elus Allahu Azza wa Jall që ata derisa thonë fal mase jam në Ramazan, populli shqiptar duhet me përditësu fjalën të lutëm. Është fjalë e bukur. Është fjalë e cila pak përdoret në shqiptarët. Ma shumë përdoret të kombët dhe të nacionalitetet të tjera. Me thonë të më falë të lutëm, kështu më radhë, mirë po është rrezik që mos devalvohet nga rëndësia e peshës kësaj. E unë lusë Allahun që ata ti udhëzoj Allahu, derisa i ka mësu Allahu dhe i ka udhëzu me kërku falje, të njëjtën kohë e lusë Allahun që ti mësoj mos ta përsëritin gabimin. Sepse dykur aja e humbë atë targetimin e saj, e humbë freskinë e saj. Sa ma rrallë përdoret fjala më fal, i bie që njeriu e ka në kontroll veten e tij. I ka në kontrollim dhe menaxhim të plot fjalit e tij, edhe nervozizmat e tij. Jemi njerëz, shpesh herë ndikohemi për rrethonave, për këtë arsye është mundësia art që ta lutem Allahun që të na mëson Allahun këtë muaj edhe sjelljen tonë që e ceka më herët që të kemi kujdes, që pastaj ky kujdes të shoqërohet me ne. Sa më shumë të kujdesun, shoqëria është më e ngritun, sepse na kemi nevojë për një shoqëri më të ngritun, më të avancuar, në mënyrë që shteti jonë, shoqëria jonë në paqe, në dashuri, në meditime të bukura, në përparime gjithë shoqërore, të arrijm atje ku na lan amanet të parë tonë, që të arrijm kënaqësinë e Zotit ton, që deri këtu erdhëm me mundë dhe sakrificë, e pa fije dyshimi, hise pa shoqe në këtë rrugtimin ton të përbashkët janë edhe bukuritë e mëdha që na i servon muaji i shenjtë Ramazan. Unë do të pyet edhe për persona të cilët falen veç gjatë muajit të Ramazanit. Disa persona për shembull një edhe vet që thonë po falën ata veç një muaj Ramazan. Elus Allahun e madh ati kof shumë fal që të gjithë ne kemi fillu me falë namazën, edhe pasaj është bo pjesë e shprehive tona, falë Zotit, ati kof shumë falë, së është dhurata ma e madhe njeriu në këtë botë kur t'i bjen krijuesit gjithësisë. Vallahi motër nderuar, sikur njeriu e kesh meditu para kujt del. Kujt ja shtren ballën në tokë. Edhe kujt i thot i plot fuqishëm je o i lartë, o i lartësumi. Kur s'ke shpëritu njeriu me fal namazën. Prandaj për kushtimin namaz duhet marrë si rezultat i një dashurie madhështore ndaj Allahut, ndaj krijuesit gjithësisë. Edhe ata të cilët e falen namazën në Ramazan e pas Ramazan nuk falen, unë lusë Allahun që qysh i ka udhëzu dhe ja ka mundësu, kanë me falë edhe pas. Sepse gjithë ne kemi fillu me hynë për kushtimin ndaj krijuesit ton me Ramazan. A thu valla kemi qenë të kompletu me namazi jo. Domethënë neve na ka parapri udhëzimi, pastaj na ka fuqizu Ramazani, pastaj na ka përcjell namazi. Cila është këshilla jote për këta të cilët fillojnë me bë namaz në muajin e shenjtë Ramazanit? I përgëzoj dhe është myshdja më e madhe e mundshme për këta vëllezër dhe këto motra, se Allahu do t'i daj, do t'i ruaj, do t'i gradoj. Por edhe vëllezër dhe motra tjera të cilët ende për shkaqe të ndryshme nuk kanë fillu, unë shpresoj se ata që interesohen, ata do të mësohen. Edhe interesimi i tyre do të bëhet edhe do të aktivizohet pas një meditimi. Pse unë nuk falem? Kujt unë e refuzoj? Shiko, nëse dëshiroj unë mu taku me një personalitet, pavarësisht pozitës që e kam për shembull në organe vendimmarrëse. Subhanallahu, është tërë nata më rënçut, çysh ka mu duk, çysh ka mu taku, çka ka me fol, çysh ka me vënu fjalit e kështu me radhë. Por Zoti krijuesi gjithësisë që termini është në dorën tonë. Nuk është në terminin në dorën e Zotit. Ti kur dush me ju kthy Zotit derën e kiçel. 5 kohët Allahu ti ka caktu, mënyrë që ti
Allahut me ju drejtu. Edhe rënditja në 24 orëshin e kohëve të namazit është shumë madhështore, është fantastike, është mbreslense, është sabahu. Mas sabahut i kemi 8 orë deri namazin e drekës. 8 orë me punu, me mësu, me meditu, me eksploru, me zbulu, mjaftojnë për 24 orë. Pastaj kemi drekën, vjen ikindia, vjen akshami, vjen jacia, e gjithë është e përmbledhur me një kohë 24 orë që i bie 24 dakika apo 24 minuta që ti ka kërkuar Allahu. Ty ti ka dhënë Allahu aty kohë shumë fal, afër 24 orë për me jetu, për me punu, për me pushu, për me vizitu, për me ushëtit, ati ka kërku 24 dakika prej këtyre 24 orëve Zotin me falenderu. Po kjo është logjike, po kjo është racionale, po kjo i përgjigjet anës emocionale, po kjo e pastron shpirtin, po kjo e ndërgjetson mendjen, po kjo orar, kjo është madhështore, qetësia e shpirtit, që dridh zemrën, rrënqet lkurën, e provokon lutin. Është kur e din ti, o njeri, o vlla, o i motër, kujt po i del përpara, kujt po i kërkon ndihmën, i cili don ty don Zoti edhe kur nuk falesh, ty don Zoti edhe kur bën gjuna, ty don Zoti edhe kur rebelohesh pi udhës ti, ai nuk t'jek dorë pi teje, është i plot fuqishëm. Por Allahu e meriton na me falenderu. Allahu e meriton na me ndëgju. Na falem për Zotin. Na i drejtohemi vetëm Zotit. Na kërkojmë ndihmën vetëm të Zotit. Prandaj o njerëz, kthehuni te intuita juaj, do ta gjeni Zotin. Aty e keni Zotin. Zoti është i juaj. Zoti është i joni, është më i dashur i jon, më i dëmshëm i jon, më i butë i jon. Allahu ne na don shumë. Edhe na çmon shumë, madje na vlerëson, madje na kupton. Zoti i kupton hallet tona, dertë tona. Ai i cili nuk flan, nuk han, nuk pin, kujdesi ti ndaj neve është 24 orë. Ai na çmon, ai na ka shpall me këmbës të tij në tokë. Ai na ka nështru diellin, hanën, tokën, qiellin, gjithçka çka ka dash njeriu ja ka mundsu, ku ja ka pa syni njeriu, dora e ka prek dhe kama i ka shku. Prandaj kjo është madhështore, e sidomos në shekullin e inteligjencës, zbulimeve të mëdha, të cilat kur njëherë historia njerëzore nuk i ka pas dhe nuk i ka posedu, më së shumti sot njerëzimi është dashur Zotin me falenderu. Njerëzimi është dashur në sejdë Allahut me i vënu. Allahun me falenderu për mirësitë dhe begatit që thot Zoti wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, krejt mira që i keni prej Zotit juaj. E pse ne mos i falenderojmë Allahut? E të njëjtën kohë kërkojmë ndihmën e tij, sepse ne ku por uritemi, po e çtohemi, atëherë na pjaja po mundsin barku ton që ta ngopëm. Mirë po kemi harru se njeriu e ka dhe shpirtin, e shpirti nuk ngopët vetëm me ujë dhe me buk, por shpirti ngopët me adhurim, me përkushtim edhe me ibadet ndaj krijuesit gjithësisë për cilën kemi nevojë.